qoftë edhe me koston që doli keq apo mirë Karçanaj, që një intervistë të bëhet në kundërshtim me interesin publik, sepse interesi publik, në qoftë se merr vesh kompania më e madhe, agjësia më e madhe shtetërore që merr miliarda euro dhe që kanë në dorë të gjithë të dhënat tona, drejtohet nga një bandë e organizuar kriminale, publiku ka interes ditë deri ku shkon. Sërish konkluzion. Nuk po bëj konkluzion, nuk po çfarë po them. Po ima ti edhe vendim. Ti edhe vendim. Nuk po ja vendim o zotrin. Kjo organizat kriminale e gjitha. Ta përfundoj. I the të gjitha. Jo pra jo. Këta akuzohen për grup strukturuar kriminal. Mirlinder, Gysagasi, Ermal Beqiri. Dhe po të them, dërike intervistimi Lenci, mos më dilke akuza. Sa po arrit pra. Po një sekond më burr, në qoftë se këta akuzohen për një gjë të tillë, unë ndryshe nga ty, nuk kam interes të di sa fëmijë ka Mirlinda dhe kur është ndarë me burrin. Unë kam interes të di si ka bashkëpunuar ajo, nëse është e vërtet sipas Spakut, me një organizatë caktuar kriminale të cilët marrin biznesmen peng, vën gjoba dhe vjedhin lekët e mia. Dhe unë them që Grida Duma nuk u realizua. Si po jo më nuk u realizua, se këtë diun që nuk u realizua, burti e thua sikur e zbulove, që nuk u realizua dim. Puna është pse nuk u realizua. Dhe unë them që si gazetar ne kemi të drejtën të themi që çdo gazetar, çdo koleg, ti, unë, tjetri, duhet patjetër të bëjmë presion që kur ka mundësi punë vet, ta bëj ashtu siç duhet. Dhe pyetja është, që prapë nuk do të japësh përgjigje, Grida Duma e bëri punën e gazetares në atë emision, apo nuk e bëri? Se si doli Mirlinda, doli mirë, doli keq, të janë muhabet e rim deri në mëngjes ne vazhdojmë. Çështja është që vidhet, fshihet vjedhja dhe bën intervista dhe debatet pikërisht për të mbuluar të vjedhje, për t'i serviru të publikut lot dhe qurre dhe për ta zhvendosur nga banda kriminale, kaq. Dhe nuk ka gazetar në botë që nuk i bën pyetjen e thjeshtë. Asaj tjetrës që e kujt është shtëpia që more? Kush ta dha këtë shtëpi? Kush ta dha? Kaq. Bushat. Tani rasti i intervistës saj Karçanajt nuk është rasti vetë. Ne mbajmë mend që u arrestuan 5 drejtorë të Bashkisë Tiranës, 5 e famshme, 3 sa ishin ata, dhe nuk bëri asnjë televizion, nga televizionet kombëtare flas, emision as atë natë, as të nesërmen në mbrëmje. Pra, u bë sikur ngjarja nuk kishte ndodhur. Televizione ishte veljen detyrë. Sa televizione kanë heshtur për dosjen Balluku. Pse i them këto? I them se dua t'i lidh me një debat që është zhvilluar kohët e fundit në Shqipëri dhe që u zhvilluan shumë replika midis Ramës dhe reporterëve pa kufi. Reporterët pa kufi prap na ulën klasifikim dhe Rama thoshte, si mund thoni ju që ne jemi vend pa liri mediash? Këtu për ditë shahet kryeministri nëpër televizione natë për natë. Këtu ka kaq numra portalesh që kanë shkrime kritike ndaj kryeministrit. Dhe liria e medjave u banalizua sikur është një statistik. Në fakt çdo të thotë kesh media të lira në Shqipëri, do të thotë që të bëhen investigime, që në lajmet e tyre, në edicionet informative, të ketë një kronik të thelluar. Mbani mend ju një kronik të Topit, të Klanit, të Vizionit, atë kujt doni, çfarë është dosja e Belinda Ballukut, çfarë është dosja e Ajolës dhe Erionit, çfarë është dosja e Akshit? Zero. Pra, edhe këto lloj intervistash janë në këtë suaz, në suazën e mediave të kapura që vetëm një mision nuk bëjnë, të informojnë publikun.